islamizmi ka orë me Turqinë, me Perandërinë Osmane. Jo, sa parti kemi politike, po hak janë 30. Po edhe fejet mund me u bo. Si e shete si qytetar që vi bojmë të rapportonin mes muslimanizmit edhe krishtizmit? A kjo nuk bën hiç. Atë që vi bojmë të rapportonin, a është e rëndë për vendin tonë apo? Është shumë e rëndë për vendin tonë kjo. Nuk është e përshtatshme hiç. Po me thëmë, nuk do të me pajtu me këtë përqamje, do të me mos me ngu ata që ka thojnë shastojnë, na jemi shtetë musliman, përgjithësi jemi 95% në shkati musliman. Ishte një mëra një pakic, kur gjo heqit, nuk është mirë të një bërë. Po si musliman, si katolik, për para e kanë quë mirë në zveti. Prap do të me që mirë, feja është prej... Pibojnë do varë ndryshime, jesë bënë me bo kishën, jesë bënë me bo gjamija. Jo, këto do të me, repsesh do të me ndalu këtoa, kisha do të më maru, gjamija do të maru, se janë këto, ka katolik, ka musliman, do të me zda se me asene. Mirë po, ta shumë e përindi shumë që po folin për gjamija shumë po maruan. Po do të më marrë gjamija këtë shumë se ka musliman 90% është me musliman, ka nevoj gjamija, ka nevoj sa popull është qa që ka nevoj. Për shembull, nësë mujë marrë kisha, sa s'ka popull ka për kisha ma pak e për gjamija ka ma shumë, unë i shoh të falë, nuk i në zënë. Se unë e kom një këta që ka ndalë po dojnë me më kyqë në të fejën katolike, edhe thojnë se 3 vetë veç halën gjami, unë e sa do falën gjami, po mos gjamija. Unë e se di ju që, për shemë të kësa përjini, me shfare për kraj jeni ju. Unë e kishë më mendimin që mështo, ka nevoj për ato, mirë për ka nevoj, si në basë për pëllësijës. Unë maru kisha, gjamija, nuk o veç me që me i nati, pse ka gjamija shumë maru kisha shumë. A janë këtu përqamje për shkak që bindzit të kosh këtu gjona mu bo këtu përqamje mes popullit shqiptar? Për ata nuk muj me thonë vlerësime për ata që pati se unë e të jashtë. Mirë po unë e shpesh edhe i shef televizorin e shof. Po mu së vjen mire që bëhen përqamje, se kur së bëhen përqamje këtu. Na kemi jetu para luftës edhe në kohën e komunizmit, nuk ka pas përqamje. Në atë kohën komunizmit, kena pas gjamia, kena pas kisha, kena pas gjitha, nuk na kanë pengu. E tash, kur në kohën e komunizmit së pengu gjamia, së pengu kur gjo kisha, e tash ku jemi një sistem pluralizm demokratik. Fejeve që po bojnë tash që i kanë bojnë që të varë ndërtim, po dojnë në ndërtu që të kishën vështrojë. Për zotin, nuk kam informata për këtë qenë, këmë dëgju pak për televizionit, po këto janë të panevojshme heq për ne. Orientimet fetare janë si orientimet politike për mua, dhe nuk do të më marrë populli me këto punë. A duhet me konë gjithë zbashku e ju me bo përqamje se çdo herë jenë ndërtu kishat e jenë ndërtu gjamija? Po, kanë më ndërtu e janë ndërtu, prandaj nuk duhet më marrë me këto punë. Ato të cilët i financojnë duhet mi morë lejet prej organeve kompetente dhe duhet me ecë për para. Po tash pi bojnë da përqamje e zvanë më ndërtu ju? Shure, për këtë punë, vërtet është problem. Mas pak të na duhen përsarit. Ndoshta edhe qojmë ujnë mullit huj, kjo është mund tjetë edhe ma e keqja për ne. A është kjo një përqamje që... Po jo, duket që është një përqamje që nuk duhet me i shërby, me rrit. Jo, nuk duhet me rrit, duhet me zvoglu ose me eliminu tërse. Të janë kisha katolike shqiptare? Dhe qa, islamizmi ka orë me Turqinë, me Perandërinë Osmane. E që dhe e drejta e se cilit është me besu që fartoj. Ma dje edhe një indianë besojnë në lopën.
A i drejtë se cilit është me besuet. Sikur e drejtë në sa Secili ka atë sa parti kemi, sa besimi. parti kemi politike, po hak janë 30. Po edhe fejet mund me u bë, nuk duhet me u marrë me këtë punë. Duhet secili me u marrë me punë të veta, Me qysh se cili atë drejtimin e me vet, atë kry, fejen e vet, secili apo? me kry punën e vet, feja është personale tërësisht. Se di sa